Si e komentoni faktin që Rozana dhe Laerti u treguan pak të tepër, po themi në momentin që Jozi goditi gjestin dhe nuk ndërhyn për ta ndihmuar? Okej, kjo është një temë që shumë komentohet. Unë jam kundër kësaj që komentohet, sepse janë në një reality show ku ndiqet me 100 kamera dhe ishte diçka e shumë e shpejt. Tani në qoftë se Rozana ishte e stepur, Egli ishte duke i dhënë dorën Loredanës dhe nuk kuptoheshte se çfarë po bëhet në moment, se ndodhi aq shpejt sa që banorët nuk e imagjinonin dot se çfarë po ndodhte. Dhe edhe ne po të kishim qenë Bardi në të njëjtën ngjarje, unë mendoj që një herë do t'ishim stopuar të kuptonim se çfarë po bëjmë, më pas do t'ishim afruar dhe Rozana u afrua me një herë. Unë mbaj mend që Rozana, Gerta dhe Egli ishin banorët e para të cilat u afruan pranë gjestit, ndërsa Laerti po mbante Jozin që mos bën diçka më të madhe. Edhe ishte Laerti që e hapi derën dhe e kapi Jozin për dorë dhe e nxori nga shtëpia. Nuk e shoh të tillë, unë mendoj që të gjithë banorët u afruan, por ishte një moment aq i shpejt sa që nuk e kuptonin se çfarë bëhej, se ishin edhe në emocionet e tyre, ishin në gjysmë finale, të gjithë ishin ishin në përmendime të ndryshme se kush do të shkon finale, si do të jetë fati jon, kur do dalim ne. Kanë qenë emocionet përzjera dhe për këtë gjë edhe Ledioni nuk e kuptoi në moment se çfarë ndodhi. Ledioni pasi që e kuptoi nga ana e Eglit kur ul në gjuhën që tha ju lutem ndërhyni produksioni, aty e kuptoi që gjestin e goditi Jozi. Nuk ma merr mendja që është diçka e bërë me kastile, ka qenë thjesht kështu, domethënë nga momenti që kanë dashur të kuptojnë se çfarë është bërë. Po zakonisht nëpër media shikoj që po jepet shumë një kahje tjetër, sikur Rozana dhe Laerti e urrejnë gjestin, edhe pse nuk shohun një dozë të urrejtjes. Si e komentoni faktin që Jozi është parë duke kënduar me shokët, që si duket e ka marrë me sportivitet gjithçka që ndodhi brenda në Big Brother? Këtë videon, unë e kam komentuar edhe sot, këtë videon ne nuk e dim në qoftë se është video e ditëve të sotme. Pas asaj videos, nëse ne do ta shohim me detaje, ka dekoret vitit ri, do të thënë dekoret Krishtlindjeve. Tani unë me sa di, restorantet shqiptare për festën e Pashkëve të bazohen me këtu, nuk i dekorojnë restorantet me drita. Domethënë aty ishte një dekor me drita. Unë mendoj që kjo video është një video e vjetër, ndoshta e vitit ri të kaluar, sepse këtë vit të ri Jozi ka qenë në Big Brother apo e Krishtlindjeve, dhe nuk është një video e tanishme, sepse ajo video është e bërë në Europë, nuk është e bërë në Shqipëri. Të paktën disa nga njerëz aty kuptoj që janë edhe kosovar, domethënë shqiptarët Kosovës. Dhe unë mendoj që kjo videoja nuk është e publikuar as në Instagram të Jozit, as në rrjetet sociale të tjera, dhe nuk mund të themi që është një video e bërë e tanishme, por mendoj që është diçka e vjetër, në të cilën tani këto për klikime dhe për të marrë shikueshmëri e postojnë këtë video. Vetëm nga pamja e videos tregon që nuk është e bërë me tani, sepse nuk ka ndonjë lokal në Shqipëri që mund të ketë dekoret vitit ri, të paktën në muajin prill. Shumë faleminderit për sqarimin Tiranë, sepse nevojitej një sqarim i tillë. Të ndalemi pak te raporti Loredanës me Jozin. Si mendoni, çfarë ka ndodhur në këtë raport dhe çfarë po ndodh aktualisht mes Jozit dhe Loredanës? Okej, Loredana e kishte filluar ta ndjekën Jozin në Instagram, kjo gjë më ra shumë në sy. Do thënë Jozi pati një rritje të frikshme të followersave menjëherë pas ndodhisë së situatës. Kam hyrë e kam studiuar gjën, mendova se mos i ka bler followersat, por ishin të gjithë shqiptar followersat. Unë mendoj që Loredana dhe Jozi nuk do të kenë një vazhdimsi të marrëdhënies së tyre, jo vetëm nga situata që ndodhi, por marrëdhënia e tyre ishte një marrëdhënie e krisur të paktën kritësisht javën e fundit. Dhe në dhomën e rrëfimit Loredana shprehte pa kënaqësi pafund për Jozin, shprehte një lloj mërzitje me Jozin dhe thonte gjatë gjithë kohës që unë në një moment të vetëm, në qoftë se Jozi sillet kaq keq jashtë shtëpisë së Big Brotherit, unë do të largohem nga ai. Duke qenë edhe familjarët prezente dhe duke qenë familjarët ato të cilët në shumicën e rasteve vendosin për fatin e këtyre personazheve që janë publik, që kanë një ndikim goxha të mirë, unë mendoj që familja e Loredanës është krejtësisht kundër marrëdhënies me Jozit, dhe vetëm fakti që Loredana ishte pjesë e dasmës mbrëm në shtëpinë e Big Brotherit, nuk kuptoi që gjithçka mes tyre ka marrur fund. Dhe në një moment të dasmës, unë e kam parë me sytë e mi që Loredana ka përqafuar gjestin dhe i ka rënë në shpinë, duke i thënë që rëndësi të jesh mirë ti, gjërat e tjera pak rëndësi kanë.
Dhe nga këtu ne kuptojmë që mes tyre nuk ka më asgjë, domethënë kjo marrëdhënie është mbyllur krejtësisht. Edhe pse ishte një marrëdhënie e thyer për mendimin tim që kuriozi hyri, më pas tentuan disa herë për t'u rilidhur, por janë pole krejtësisht të kundërta mes njëri tjetrit. Pra, sipas jush, nuk ka gjasa dhe shanse që kjo marrëdhënie të vijojë edhe jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Në këtë situatë që momentalisht jemi në asnjë mënyrë, nuk e besoj që mund të vijojë si marrëdhënie, sepse Loretanës do t'i ndikonte shumë në karrierën e saj, sepse ne nuk i ndajmë gjërat. Domethënë Loredana u ndikua edhe në natën kur doli nga shtëpia e Big Brotherit, edhe pse nuk kishte asnjë lloj faji. Tani një realitet duhet ta pranojmë. Loredana gjithmonë ka qenë kundër edhe në shtëpi me sjelljen e Jozit, me egoizmin që ai përdorte, me xhelozinë që ai kishte. Do të thënë nuk është se ishte pro këtyre sjelljeve, por realisht nuk ishin kaq të dukshme, nuk ishin kaq të vëna në sy. Por për mendimin tim, unë mendoj që marrëdhënia e tyre më ka përfunduar dhe Loredana tashmë do ndjekën rrugën e artit, mendoj që do të ketë fatin të Heidit në një farë mënyre brenda godinës së Top Channel. Tiron, cilat ishin ato momente pikante që ndoshta publiku nuk i ka vërejtur në dasmën mes Eglit dhe Gjestit? Momente ka patur shumë, dasma është komentuar tepër, domethënë ca nga ndjekësit, mos themi ca, po shumica thonë që ishte një dasëm falso. Unë nuk e mendoj që ishte një dasëm falso, unë e mendoj që ishte një dasëm aq e shpejt pas një momenti shumë të dhimbshëm, dhe normalisht banorët brenda asaj shtëpie, të cilët ishin të ftuar, me sa e pash ishin shokët më të afërt të Gjestit, edhe Valbona më ranë në sy dhe Loredana, ndoshta pak për të zbutur atë marrëdhënien që jo këto e mbështesin Jozin. Ato nuk ishin të gjithë të disponuar banorët normalisht, sepse askush nuk gëzohet me suksesin e tjetrit, tani realitetin duhet pranuar, por mendoj që ishte një moment shumë i bukur, dasma ishte fantastike, mendoj që është shumë e ndjertë, paktën nga ana e Eglit emocioni ishte shumë i pranishëm kudo në dasmën të cilën u bë dhe në atmosferën të cilën krijohej. Unë Gjestin, me thënë drejt, nuk e kisha parë asnjëherë aq pozitiv, aq energjik, dhe nuk e kam parë kur më parë unë Gjestin që të jetë kaq i dhënë pas Eglit dhe të jetë ky djalë romantik. Unë kisha menduar një djalë i cili gjithmonë lufton duke bërë këto gjeste, por gjesti paska dhe një anë krejtësisht tjetër. Ishte dasëm shumë e bukur, unë e besoj vërtetësinë e tyre. Tani ne nuk mundemi të vëmë kokë në dashurinë e tyre se do të jetë e përjetshme, por besoj që të paktën kur do dalin nga shtëpia Big Brotherit, ato do të gjejnë një gjuhë të përbashkët, sepse unë mendoj që Gjesti ka nevojë për një femër si Egli dhe për të menaxhuar qoftë dhe karrierën e tij, por edhe Egli e shoh që është femër që dashurohet në çunat që japin pozitivitet, adrenalin, kënaqësi, dhe këtu e kanë pak edhe gjashmërinë me Olsin. Në momentin kur Egli takoi Olsin, e pash një gjest tjetër dhe mendoj që ishte çdo gjë perfekte, ishte një dasëm shumë e ndjerë dhe me patjetër që Remzia dhe Nexhati kanë patur vullnetin për të kënduar, vetëm nga këngëtari dhe atmosfera që bëhet, mund ta kuptosh se çfarë dasme ka qenë.